El Clasico luhet të dielën, por Lamine Yamal e ka nisur duelin më herët me një deklaratë të bujshme. Në një emision, 18 vjeçari nuk i kurseu akuzat ndaj rivalëve në La Liga. Ata vjedhin dhe pastaj ankohen. Kjo është ajo që bëjnë, u shpreu Yamal, duke bërë që të shpërthejnë polemikat në rrjetet sociale. Nuk ka ende një reagim nga dy klubet për këtë deklaratë, por sulmuesi rrezikon shumë për shkak të akuzave nëse hapet hetim. El Clasico e pari për këtë sezon mes Real Madrid dhe Barcelonës do të luhet të dielën e 26 tetorit.